Shqipëria vazhdon të lënë nam, siç është rasti i ministrit tonë të jashtëm Ferit Hoxha dhe etiketimit si idiot shqiptar të liderëve të Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër, ka pasur ditën e djeshme një urdhër të kryeministrit për eksponentët e partisë së tij, veçanërisht 83 deputetët, të cilët duhet vazhdojnë të flasin për integrimin, të komunikojnë integrimin, ishte ky tok fjalëshi. Do të përpiqemi të kuptojmë diçka më shumë për dëshpërimin dhe improvizimin e politikës së jashtme të qeverisë Rama nëpërmjet dy të ftuarve tanë që besoj e njohin mirë këtë fushë. Genc Burimi është njëri syresh, tjetri është Enver Bytyçi. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që e pranuat, besoj do të jetë dakord edhe Genci. Ta fillojmë me profesor Bytyçin. Çfarë po ndodh me kryeministrin i cili tani më pas fëmijës së llastuar të Bashkimit Evropian me goxha kosto për Shqipërinë dhe për mungesën e rotacionit tek ne është rikthyer si një kritik i BE-s? Ditën e djeshme ne u ballafaqua me një term të ri të cilin e dinim e njinim, por që fliten prapasken dhe jo publikisht. O me ne, o përballë nesh. Po. Që do të thotë, o me ne, o kundër nesh. Është sentenca e të gjitha diktaturave kjo fjali, që ju artikulua në rastin konkret Spiro Ballit, nga ana e kryeministrit të Shqipërisë. Për diktatorët dhe për diktaturat nuk ka neutralitet, nuk ka indiferentizëm. Ka ose kundërshtar, ose anti, ose pro. I tillë u shfaq përfundimisht të kryeministrit të Shqipërisë. Në fakt, ai ka thirrur në zyrën e tij edhe biznesmen të fuqishëm, të cilëve u ka artikuluar të njëjtën sentencë, duke u thënë se dëshiron të punosh me ne apo të jesh përballë nesh. Që do të thotë se po bën një presion të jashtëzakonshëm jo vetëm mbi politikën, dhe jo vetëm mbi antarët e partisë së tij, por edhe tek biznesi dhe segmente tjera të shoqërisë shqiptare, me qëllim që të vendosë një diktaturë të plotë në të gjitha aspektet, madje edhe në aspektin kulturor. Dhe kur ndërhyrja e shtetit në kulturë bëhet fakt, atëherë diktatura është përfundimisht e vendosur. Në këtë kuptim do të thosha që zoti Rama tani po përpiqet që të mbajë një qëndrim të ashpër, të fortë në pikpamjet e politikës së brendshme, forcë e cila u shpreh edhe ditën e djeshme me kapazin e Çelës, ku ishte futur ish presidenti, ish kryeministri dhe ish kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta, por në aspektin e marrëdhënieve me jashtë ai po ndjek sërish me të njëjtat metoda siç kishte ndjekur dikur paraardhësi i tij diktatori Hoxha me fuqitë e mëdha. Ndërkohë që para 3 vitesh ose 2 vitesh e ca në Këshillin e Sigurimit, Edi Rama mori pozat dhe rolin e Enver Hoxhës në vitin 1960 kundër Khrushchevit, duke u shfaqur në Këshillin e Sigurimit me tone të ashpra kundër Rusisë dhe kundër ambasadorit rus aty, duke ftuar presidentin Zelenski në Këshillin e Sigurimit për të folur. Pas pak vitesh, pas 2-3 vitesh, ai shfaqet krejt ndryshe. Përkundrazi, ai kërkon të imponohet Europës dhe Ukrainës nëpërmjet një qasje të re, qasje të cilën e ka sot administrata e presidentit Donald Trump. Kjo do të thotë se sa herë ndrojnë presidentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri i Shqipërisë do të marrë ngjyrën dhe pamjen e tij të ndryshme nga ajo e para, në qëllim që të sigurojë përkrahjen e tij në pushtetin që ushtron në Shqipëri. Atëherë ishte administrata Biden dhe Edi Rama, duke parë qëndrimin e kësaj administrate të ashpër kundër Rusisë, mbante po të njëjtin qëndrim në Këshillin e Sigurimit. Ndërsa sot duke parë një qëndrim tjetër të administratës Trump kundër për çështjet e luftës dhe të agresionit rus në Ukrainë, mban një qëndrim të përshtatshëm për këtë administratë.
Kjo do të thotë se ai përshtatet në qëndrimet e veta në marrëdhëniet me jashtë në raport me interesin që ka për të ruajtur dhe për të vazhduar pushtetin e tij kriminal në Shqipëri. Sigurisht që në këtë rast ai në deklaratën e tij në Aten, ai është kundërvend politikave europiane, por është kundërvend edhe politikave të presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelenski, të cilin së paku 2 herë ka pritur në Tiranë dhe me të cilin është shfaqur si një solidaritet të jashtëzakonshëm. Tani u mbaroi edhe koha e mjartit me Zelenski me sa duket, po ashtu edhe me Europën. Kjo do të thotë se pozita e tij në Bashkimin Evropian është dobësuar shumë. Kjo do të thotë se zoti Rama po kërcënon madje Bashkimin Evropian duke u thënë atyre se nëse ju nuk merreni vesh për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, atëherë ne kemi një rrugë tjetër të integrimit ose të aleancave, siç është Rusia. Mos harrojmë se